Deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj zhvilloi një takim me strukturat socialiste në njësinë Hor Vranisht me pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavo, përfaqësuesve të zonave Kuç, Vranisht dhe banorëve të pranishëm. Sinaj falenderoi përfaqësuesit lokal për kontributin e tyre të vazhdueshëm, duke pohuar se rezultatet e fushatave elektorale janë dhe merit e tyre dhe ndërkohë theksoi rëndësinë e mandatit të katërt të Partisë Socialiste si një hap kyç drejt integrimit në Bashkimin Evropian. I takonte Krajinës. Po kush ja dha hakun Krajinës? I vetmi burr që tha në Brataj, unë këtë rrugë do të asfaltoj, ishte Edi Rama. Dua t'ja u kërkoj votën për numrin 5 Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Jo se dua unë, po sepse e meriton për t'i dhënë votën Vranishti. Kemi votimet për t'i thënë Edi Ramës faleminderit, se na e bëre Horën hor, pas 1000 vjetësh. Kur të parët tuaj e kishin qytet, është Edi Rama që po e kthen në qytet sot. Dy arsye. Arsyeja e parë për t'i thënë faleminderit për atë që ka bërë, dhe arsyeja e dytë për atë që do bëj për Shqipërinë. 11 maj votohet për Shqipërinë europiane. Nga ana e tij, kryebashkiaku Tavo nënvizoi rëndësinë e angazhimit në fushat, sidomos të grave dhe të rinjve, duke theksuar se premtimet e Partisë Socialiste bazohen në punë konkrete, jo në fjalë boshe.